edhe sot do të jemi me një personazh mjaft interesant që duket se do na ndryshojë të gjithë qasjen që mund të kemi dhe pse jo, edhe pse është një ditë e premte dhe kemi fundjavën parë ku jemi mësuar të jetashojmë pushimeve, mund të fillojmë edhe të kuptojmë më shumë për atë çka duam të arrijmë në jetë. Bëhet fjalë për Xhan Kum, që arriti të kalonte nga varfëria ekstreme që kishte në një nga personat më të suksesshëm në fushën e biznesit dhe teknologjisë. Lindi në një familje mjaft të varfër në Ukrainë dhe më pas u desh të zhvendosej për në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të ndryshuar jetën e tij. Megjithatë fillimet nuk ishin të thjeshta sepse atij i duhej që të mbështetej nga ndihma sociale që i vinin nga Shtetet e Bashkuara që të vazhdonte të krijonte jetën e tij ashtu siç mendonte ai se e meritonte, sepse që në krye të herës ishte i vendosur se çfarë dëshironte dhe ku dëshironte ta shikonte ai veten e tij. Kishte pasion për teknologjinë të jashtëzakonshme, por nëse kemi folur për persona të tjerë që kanë parë arsimin si një deg kyçe dhe bazën për të vazhduar dhe për të arritur në atë çka kërkon, ai ishte një person autodidakt. U mundua që të blinte çdo libër teknologjie, të shikonte video nga më të shumta sa i përket teknologjisë dhe të qëndronte me njerëz që ishin të fushës. Ky ishte çelësi që ai arriti të vazhdonte të mësonte më shumë, ai mësoi kodimin vetë që për shumë njerëz mund të jetë shumë e vështirë, por këtu arrim të kuptojmë dhe të bëjmë diferencën mes një gjeniu, mes njeriu që di më së miri ta dojë atë çka dëshiron të arrijë dhe dikujt tjetër që mund ta bëjë për kortezi diçka. Megjithatë arriti të korte sukses edhe pse ishin mënyra të ndryshme ato çka ai mësoi të kishte në jetën e tij dhe arriti të kalonte në eksperimente të ndryshme që rezultuan mjaft të suksesshme për një individ që mund të gjykohej në sensin e gjës që arriti të mësonte në mënyrë autodidakte. Më pas kemi punën e tij në Yahoo. Në një periudhë të caktuar atij duhej që të punonte maksimalisht edhe për të sjellë ndryshimin jo vetëm tek bota, por tek fillimisht tek bota e tij e brendshme që të plotësonte çdo dëshirë që ai kishte pasur që fëmijë për të qenë një nga personat lider të teknologjisë. Dhe si i tillë ai arriti të punonte si inxhinier i sigurisë pikërisht në Yahoo, duke marrë të gjitha të përvojën e nevojshme që kishte të dashur ka hera ta mësonte, sepse mendonte që pavarësisht se nuk ju desh të shkollohej për këtë fushë, të duhej të mësonte maksimalisht nga profesionet, të duhej të mësonte nga ata që ishin të fushës dhe pse jo, do duhej të kalonte të gjitha pozicionet e punës vet për të kuptuar më mirë se si funksiononte, sepse dukej sikur ai e dinte që në një moment tjetër ai do të ishte një themelues i një platforme të pazakontë teknologjike deri në atë moment. Megjithatë, ai pas kohës që la punën e tij dhe pas kohës që filloi të ishte më i bindur, njohu personin me cilin do të krijonte WhatsAppin. Ne po shikojmë tashmë edhe nga ikona dhe fotot në monitor se ai është personi që ka ditur më së miri të jetë simboli i WhatsAppit, që për shumë dhe edhe dita ditës vazhdon të jetë një nga format më të mira të komunikimit dhe format më të përdorura. Megjithatë, nëse ndalojmë tek lindja e WhatsApp si fillim, ai kur bleu iPhone-in pa të gjithë tendencën që kishin aplikacionet për të rritur dhe dëshironte që të krijonte një platformë që të bënte njerëzit të komunikojnë në mënyrën më të thjeshtë për të gjithë. Nisi si një platformë ku njerëzit do të shikonin statuset e njëri tjetrit, pra siç mund të flasim për shembull për Facebook apo edhe platforma të tjera me kalimin e kohës që u hapun, por më pas kaloi si një formë komunikimi e pazakontë. Përmenda Facebook por jo pa arsye. Në fillimet e tij, ai bashkë me partnerin e tij të themelimit dëshironte të punonte në Facebook dhe gjeni çfarë, nuk arriti të pranohej në punë. Dhe se e tillë duket paksa një ironi fati, por ai shkosa i arriti të krijonte WhatsAppin dhe më pas gjithë ndryshimet e bëra. Kemi parë që edhe Facebooku tashmë ka disa nga format që mund të ketë edhe WhatsAppi, edhe një ndërthurje tjetër, pra që duket se e ndryshon dhe e tjetërson të gjithë tregun. Por megjithatë, shumë e kanë gjykuar të gjithë stafin e Facebook në momentin që ata arritën të krijonin WhatsAppin se harruan të merrnin pjesë të kompanisë së tyre dy gjeni që do të bënin ndryshimin më pas. Megjithatë, mund të flasim për triumfin e madh dhe shitjen tek Facebook se i përket asaj çka ata kishin krijuar më në fund. Dhe sërish këtu vazhdojnë kritikat sepse shumë prej personave që ishin të fushës së biznesit po bënin llogaritë e tyre dhe thonin që në rast se do ta kishin punësuar në momentin e parë, nuk do ishte nevojshme ta blinin WhatsAppin që kishte arritur 450 milion përdorues aktiv, por do të kishin pikërisht platformën e tyre që do të bënte të gjitha ndryshimet dhe do bënte atë hapin e duhur që mund të ishte drejt së ardhmes. Megjithatë, pati një shitje për 19 miliard dollarësh, pra Facebook arriti të blinte dhe të binte një ujdim me WhatsApp me përdoruesit, me të gjithë ata themelues që ishin dhe kushdo që kishte kontribuar në WhatsApp dhe arriti të korte një sukses mjaft të madh. Prandaj edhe sot e kësaj dite, pas kaq shumë kohësh përdorim, arrim ta kemi WhatsAppin si një nga platformat më të duhura në këtë fushë. Megjithatë, ka patur edhe debate për privatësinë, por të ishte shumë
rëndësishme që të ishin përdoruesit mjaft të sigurt dhe të keshin privatësinë e tyre në platformë, kështu që prandaj ka patur edhe debate të shumta për Facebook sepse dëshironte të ishte shumë konkret dhe impret sa i përket privatësisë. Dhe ka vazhduar duket strategjia pavarësisht të shitur strategjia e privatësisë, sepse shikojmë që me ndryshimet që janë në WhatsApp ne mund të kemi shumë private dhe bisedën, mund të kemi fotografitë që dërgojmë, që është opsioni për t'i parë vetëm një herë, por megjithatë ka qenë pikërisht ideja e tij fillestare që dëshironte të kishte sa më të sigurt dhe privat të gjithë. Ndërkohë ka pasur një stil privatësie të jetës së tij, sepse pavarësisht sukseseve dëshironte të ishte i fshehtë dhe i tërhequr, të linte WhatsAppin, të bënte të gjithë zhurmën e nevojshme kudo ishte. Shembulli i tij sukses na tregon se mund t'ja nisim gjithmonë nga zero dhe mund të shkojmë në maj të çdo lloji fushë që mund të kemi konsideruar të vështirë në fillim, mbasi dhe mund të jemi gjykuar për atë çka mund të arrijmë, por megjithatë është pikërisht shembulli i duhur që na duhet këtë të premte, por jo vetëm, jam e sigurt për gjithë secilin prej nesh do duhen momente të caktuara që na ndikojnë për të bërë atë ndryshimin sado të vogël që mund të jetë në një moment të caktuar, por më pas shikojmë se bëhen diferenca të jashtëzakonshme dhe të shumta.